një djalë i vogël, 13 vjeçar, ka dalë në gurbet, është kthy këtu pas shumë vjetëve me investu miliona euro. 20 vjetë qeveritë e kaluara s'kanë investu, po unë i shkeli ato investime. Për të realizuar ky projekt është 9 milion euro. Sepse tash po investojmë diçka që nuk ka në Ballkan. Unë kam investime në metropolet e Ballkanit, si Budva dhe Podgorica. Shifrat tash janë marramense për dikon janë pa besueshme, pa pranueshme. A gjarasim këtu që ka me u bo? Qëtu ka me u bo fusha sportive, e cila do të hynë dikon një 5 metra në tokë. Ne këtë pjesën këtu ku po shojmë ato të pend, atje do t'jenë të gjitha kafshët shtëpijake. Jom po ky rasim kur si kom pas as 2 euro në xhep edhe sot që i kam miliona. Tu jam lind dhe kur jam nis nga ky fshat për të dalë në Gurpet, përveç që mora një torb të vogël me gjanat elementare, e lash ëndrrën time që dita ditës nuk me la të qetë. Pikrisht prej fshatit Bardhanesht, komunës Gjakovës, një djalë i vogël, 13 vjeçar, ka dalë në gurbet edhe është kthy këtu pas shumë vjetëve me investu miliona euro. Si shumë tri që kanë marrë rrugën për gurbet edhe ndoshta nuk e kanë besu që kanë me u kthy me shumë rrëfime të suksesit, është Rasim Smajlaj që ka me na fol pak ma shumë për investimet që kam i bo pikrisht në fshatin e tij të lindjes edhe gjithë sukseset që i ka gëzu gjatë krejt jetës tij. Kemi me shku me taku Rasimin edhe me na fol pak ma shumë për krejt historinë e tij. Kemi me fol me Rasimin që ka me na fol pak ma shumë për projektin Djellehon, projekt gjigante dhe milionç që po realizohet në një fshat vogël Gjakovës. Hajde një shkojmë të takojmë Rasimin. Agjo Rasim, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët në fshatin më të mirin të rruzullit toksor për mua. Bardhanesht. Ti këtu na ke sjell me na tregu projektin edhe me tregu që e mojtë fjallën, që na ke dhënë një intervistën e kalume. Po, faleminderit për vizitën. Unë kur këtu jam lind dhe kur jam nis nga ky fshat për të dalë në Margim ose në Gurpet ose të larguam nga ky fshat, përveç që mora një torb të vogël me gjanat elementare, e lash ëndrrën time që dita ditës nuk me la të qetë, natë për natë e kujtoja këtë vend që të kthejna dhe ta vej një gur, një themel, një ëndër, një investim në të ardhmen e fëmijëve tanë. Ti do me thonë ke jetu, ke zhvillu bizneset e tua në Maltëzi edhe ke vendos me gjitha ato sukseset edhe një ori që i ke pas me ardhe dhe me investu në vendin tënd të lindjes, edhe që ke jetu për 13 vjetë. Kjo është një projekt gjigant, cilin ti ke vendos me zhvillu në Bardhanesht. Nuk po të pyes pse në Bardhanesht, për shkak se është vendi yt i lindjes edhe na tregove që gjithmonë e ke pas ëndër ndoshta me ardhe dhe me bo diçka në vendin tënd. Apo na fol pak ma shumë për këtë projektin gjigant. Po, unë gjatë gjithë jetës time kam menduar që të investosh në fëmijë, ke investu në të ardhmen. Të investosh në grua, ke investu në familje. Të investosh në mashkull, ke investu në fuqi. Vetë natyra, vetë krijuesi jonë na ka falë të tillë. Dhe unë në kohën kur unë kam qenë fëmijë, ndoshta më kanë mungu këto gjëra. Dhe unë jam gjatë gjithë kohës kam menduar që të bëj diçka për fëmijërinë, për fëmijët, për të ardhmen tonë. Dhe gjithmonë më është modifikuar. Me kohën, ndoshta dikur më herët, sikur të kisha pas mundësi të bëja diçka pak më ndryshe, po sot duke pa nevojat e gjeneratave të reja, duke pa nevojat e fëmijëve edhe të grave të cilat janë këtu, sepse në kuadër të këtij projekti kemi edhe një pjesë të cilën kam menduar për nanat, motrat tona, edhe tani gradualisht do të dhe nuk kam kursy, kam pas kritika pse bash në Bardhanesht, një vend i largët. Po sa larg është Bardhaniqi prej qendrave më të mëdha? Deçanin e kemi 13 kilometra, Gjakovën e kemi 22, Pejën e kemi 27, Klinën ashtu e kemi 12-13 kilometra, dorën zemër se Prishtina është dikun 70 kilometra ndoshta, dikun 70 kilometra prej Prishtinës. Jo pse unë vi nga ky vend, po ky fshat ka historinë e vete. Jo vetëm në luftën e fundit, kur ka qenë në rrezik shpërbërje e ushtrisë shqiptare të Kosovës në rrafshin Dugaxhinit, këtu djemt e këtij fshatit
e pritën dhe për krahun e mbështetën komandantin legjendar Ramush Haradinaj. Dhe kjo edhe më shumë me ka lidhë që unë t'i kthehem dhe ta bëj këtë fshat, të bëj diçka që nuk e ka Ballkani, nuk e ka rajoni. Dhe mendoj me këtë projekt të bëj diçka që neve gjithmonë e marrim shembull, po Evropa, po Zvicra, po Gjermania, atër pse mos ta bëjmë edhe ne një Evropë, një Gjermani, një Zvicër të vogël, kur neve si individ, fakt, si shoqëri, si individ, jemi shumë shkëlqyer. Ka herë kur bëhem si grupe, tani është një proverb që themi 3 qytetar, 7 mendime. Dhe kjo pak më ka pengu, për ata edhe jem mundu në forcat mia, jem konsultu me njerëzit, me miqt e mi, edhe pse thash ma ka nalë, ka thonë jo, Bardaniq, jo nuk ka, unë nga njerë du të ngacmoj dhe politiken, na thonë që 20 vjet qeveritë e kaluara s'kanë investu, po unë i shkeli ato investime. Kjo ka qenë një rrugë me balë, ka qenë një proverb, ka thonë mos rash nëpër Bardaniq, ka qenë aq lloç, ka qenë ajo fjala, po ja që këtu kemi infrastrukturën, kemi ujë. Po, shtëpia të bukura, po, njerëz, do të vi në faza, po ka fundi do ta preki pak politikën, jo tani, sepse unë nuk jam politik, jam investitor, jam një qytetar i rëndom, jam po thuja pak jashtë politikës. Bash i rëndom nuk je Axhirasem, për shkak se du vete ta quaj. Po, për shkak se je ndoshta modest, po vlen me u cek që je një ndër biznesmenët më të suksesshëm në Kosovë. Po që nuk e shikojnë ndoshta veç porën, po investon në të ardhmen, sidomos fëmijët i ki kështu picked up te kjo pjesë. Kemi me folë edhe për projektin, po ndeshta me të pyet se ka shumë njerëz suksesshëm që ndoshta janë biznesmen suksesshëm edhe kanë porë edhe krejt investimet i bojnë për qendra të mëdha, Prishtinë, Pej, do me thonë në qytete kryesisht edhe ndërtime banesa kështu. Po ti ke vendos ndryshe. Krejt që ato pare ndoshta ke vendos me investu në gjana tjera, edhe në këtë rast ti the që s'ke gëzu as për kroje, ndoshta edhe për njerëzve të kanë thotë pse në Bardaniq, që është një vend i largët. A ke zër me i mund ndoshta krejt të problematika që i ke hasë gjatë tyre rrugëve. Edhe ku e more atë forcën që ndoshta me i hi se kjo është pak edhe rrezik, don shumë pare. Beson e veten. Unë gjithmonë i kam do thanje që nga njerë nis në pesë, beson e veten. Unë të gjithë ata të cilët me kanë kritiku, me kanë këshillu, unë ju jam mirë njës. Ato që kam kanë pëlqy, i kom marrë, ato që ka s'kanë pëlqy, jo kom lanë aty, dhe unë dorën zemër, kështu dhe funksionaj në jetë. Unë du me të pytë edhe diçka, më falë që për ndërprej. A mjaftën veç me besu në vetën? Në këto gjana. Ja, në rast par duhet besosh në Zot, krijuesit, ato që ti ka dhënë Zoti, atë nuk ka kush që ti merr. Dhe kjo është në rast par, duhet besosh në veten dhe në miqt e mirë. Miku më i mirë në jetë është familja. Fëmijët e tu, familja e tu. Edhe më fokusun është në familje. Patjetër. Po nëse këtu je i fokusuar dhe nëse këtu je i suksesshëm, edhe me të tjerët pranojnë mirë. Sepse po e marr një shembull. Në rast se unë nuk e respektoj vajzën, motrën, nanën ose gruan time. Si du të respektoj ty ose një gru tjetër ose një deputet ose një dikant tjetër. Nuk mund, atër po kemi interes. Po, se boza fillon do me thonë prej shtëpisë edhe vazhdojmë në atje. Dhe diku një spektet të një ti krijon atë besimin tënë. O shumë dirë me bisedu me ty se jep në shtatë mesazhe shumë të mira dhe për rinin që du të me besu në vetën, ëndrat e veta, po çka tjetër duhet për me pas sukses një jetë. Ka shumë tri që munohen edhe gjitha këto. Çaj pengon, çaj lën vend njerëzit. Nështë ka një ëndër, një plan, e kanë besimin edhe krejt, po nuk mujnë me adol një jetë. Po, nuk kanë besim në vetën. Nuk është ashtë i fortë. Po nuk është i fortë, sepse ndikohet që i thotë jo më s'bën këtu, jo bën këtë, dhe nga njerë kur na vinë ose i pranojmë nga jashtë këshillat, pa analizuar në mirëqendjen tonë, mendoj që tani këtu fillon mungesë. E po ndoshta të shkoj atje ose neve shumë herë besimi pa lëkundën në veten. Unë du këtu. Neve tani nëse nisemi për Prishtinë. Ne i përmendim kemi disa rrugë. Vazhdon që ti mi pas cilin me mrinë Prishtinë.
nga njerë e zgjidhim rrugën ka herë më të gjatë, ka njerë më me pengesa. Pra, nëse ti ki besim në veten, suksesi nuk do të mungon. Nuk do të mungon. Pastaj normal edhe njerëzit e shpirtit që të ndihmojnë dhe të këshillojnë dhe të mbështesin, mjafton edhe një fjalë, ka njerë edhe veç për krahja morale, ty të nxit me ecë përpara. Po dhe du të me konë është ta pak rezikant, për shkak se... A jeto rrezik. Pa rrezik, Jo, ajo është rregull e jetës, nëse ti nuk rrezikon. Neve çfarë me kalu rrugën këtu ne rrezikojmë se mund të më na ardhi makinë tjetër, e mora një miniaturë. E çaj kishte thonë njerëzve që nashta tuten me rrezik. Jo, mos tuten. Jo, e ke tuten për vetit, se rrezik, s'ka rrezik, nuk ka rrezik, kur gjë nuk bën. Asnjë gjë nuk vjen nëse ti nuk i paraprit. Duhet të rrezikojmë, po. Duhet të investojmë, po. Po mas mirë është që kur ti ki besim në veten tonë dhe askush nuk mundet me ta ndalu hapin. Askush nuk mundet. Edhe s'mundet me ta tundu besimin. Asnjëherë. Në momentin që ti pranon tundimin e besimit nga pola tjetër, nga dikush tjetër, do të thotë që s'beson te vetja. Po si beson vetes, kujt do më besu? Mu? Jo, sepse unë du veten më shumë se sa ty, se sa të tjerë, se sa të gjithë. Qaq rezikant si Agja Rasim që ka vendus prej bizneseve të ndërtimit, do me thonë që a i ko në Malzi, me ardhë në një fshat Gjakovës, edhe me investu miliona euro. A do më pore kjo investim? Unë kam investime në metropolet e Ballkanit, nëse është si Budva dhe Podgorica, po e quaj si metropol të Ballkanit, me të vërtet çmimet janë shumë të mira, fitim pruurse, po i kom pruur në Bardhanis sepse e thash, e kom thonë dhe do ta them se nuk ka vend më të shtrenjtë, nuk ka vend më të çmuar se ky fshat dhe mundohem si djali i këtij vendit, si tash plak po i them që kam ardhur, mundohem që t'ja rriti vlerat dhe për të rritë, për rinin, për fëmijët tanë, vërtet ja vlen të vish dhe të investosh në vendin tonë. Askund nuk je më mirë se në vendin tonë. Shifrat këtu do janë vërtet marramend. Shifrat tash janë marramense për dikon janë pa besueshme, pa të pranueshme. Këtu nuk e kemi edhe gjysmën e projektit, sepse është faza e parë që do të punojmë në fazën e parë. Këtu kemi pjesën e informacionit, pjesa e akullorëve, edhe kontakti i parë me projektin është kjo këtu në mes. Cila kjo pjesa këtu? Po, kjo pjesa, sepse po në mes, sepse tash jemi në këtë pjesën këtu, sepse vajza vogël ma ka ndryshu projektin. Ky nuk ka pas me qenë këtu. E pse vajza vogël ç'a tha? Ajo kërkoi që të kemi diçka vërtet trashëgimi nga gjyshi. Okej, edhe. Edhe kjo ishte pjesë e paprishme, sepse po shihen, sepse kishim filluar me shkatërrua shtëpinë e vjetër. Kjo ka qenë shtëpia e vjetër e gjyshit. E babës edhe babgjyshit. Ktu ka qenë trulli i moqëm. Edhe ajo më kërkoi, tha jo bush se fëmia më quhet bush. Jo bush, ta unë duhet ta të kem diçka nga deda, sepse në gjuhën neve më jetojmë pak malzi edhe baba i thirrën det babgjyshin, tha unë duhet të kam diçka nga deda dhe malen unë du mi administru. Me që unë ja kam pik dop. Sa vjeçor është vajza vogël? 12. 12 e dëgjoj vajzën, a? Po unë kam pik dop vajzat. Edhe i thash, po mirë, ma jeti mu se i din, ajo gjeti si projekt, edhe i thash, po babosh, do ta shtoj pjesën dhe do ta bëj, dhe fillu me ndryshu edhe këtë në projekt. Do me thonë, Agja Rasim ka vendus që me dëgju edhe vajzën, 12 vjeçore që ka thonë, mos me prish këtë shtëpinë e vjetër. Po edhe të kemi diçka në kujtim nga trulli i moqëm. Për shkak se këto po e bën me realizu një dëshirë tonën të kahmëqshme që e ke pas nashta. Edhe prej kur ke fillu me merr për këtë pjesën e biznesit. Fazat ekonomike të çdo individi, të çdo familje dhe të çdo shoqërie ato pak lëvizin. Unë kam qenë kam pas raste ose vi për një familje të cilat është familje moralshme, po jo edhe njofne financiarisht. Do me thonë, fillimet e tua i ke pas shumë të vështira. Patjetër, sikur çdo qytetari i këtij vendit edhe si çdo qytetari i Kosovës, unë thash kur jam nis për këtë ujit, e kom marrë vesh një çantë dhe krejt fatin ta kom pas. Po jo ëndrat që Ke shkuar në Margjem, domethënë. po jam larguar që për një jetë më të mirë, për shkaqe ekonomike.
bile Historinë tonë të suksesit kena me dëgju në është edhe në Malzi kur të vim ato ku ka fillu gjithçka. Patjetër. Kemi marrë me të vizitu edhe krejt historinë tonë dhe suksesit me diskutuar. Patjetër dhe do të ishte kënaqësi. Edhe për mua reciproke. Dhe se ti je një njeri që nështë gjitha të sukseset që ai ke pas në jetë, prap ke vendos me i rritë dhe me i investu në vendin tënë. Sidomos nështë tek fëmijët. Përveç shqiptarisë. Ke mendu edhe për ma gjithë? Sepse unë ka lirë këmë thonë a je për Shqipni ma, thëmë jo, unë jem për Shqipni naturale. Dhe unë pak nuk di t'i bëj këtë dalimit, ose nuk ndije mirë kur i bëjnë të dalimit Shqipni-Kosovë. Jemi një, mund t'i bëjmë lokalizmat e qyteteve dhe okej, këtu pajtojnë. Përveç shqiptarisë, unë jam mirë njohës shumë shtetit malazez, sepse nuk më ka pengu edhe pse ose konsiderohem atje unë si një kategorie dyte ose si minoritet, po ndorën zemër më kanë përkra dhe unë jam mirë njohës edhe shtetit malazez ose shoqërisë malazeze pa dallim të kush ka ardhur në qeveri. Atje nuk po du më nalë. Sa vjeqarë më falë që po ndërprej ke dalë prej kësaj? 13 vjeqarë. 13 vjeqarë ke Po, dalë? kom ikë dhe kom shku në Malzi, atje kom pas edhe babën dhe kom fillu të punoj edhe në pazar, kom fillu të shes edhe cigare, kom fillu dhe shumë erë thëmija, më thënë që bushi qëto më se tregoj. Jo, po tregoj vetëm një pjesë jetës time. Dhe që të filloj dhe të fitoj vitë shkollona, të vazhdoj e kam bas me pjesë, kam shku, kam punu, kam ardhë, kam vazhdu shkollimin, apet në pushime, gjithmoni kam. Dhe ka qenë si një shteti dyti imi që edhe atje jem një komod. Dhe pra ta kam edhe atje kapital, kam fëmijë atje të cilët kanë pranu dhe të jetojnë edhe atje dhe nuk i kam pengu, as nuk du t'i pengoj, po pjesën e madhe jem mundu dhe t'a bi këtu, sepse unë këtu du të vdes. Dhe këtu du të ndaj gjithë shka me komunitetin të janë. Ti e shumë adhëtar edhe gjithmonë ke tentu me kontribu edhe në çështje kombëtare. Deshta me të pyet se merr një pyetje kështu. Kur ke dalë prej kësaj dere, a e ke mendu që ke me ardhur pas kaq shumë vjetëve domethënë, edhe me investu një projekt gjigant që kërkon domethënë miliona euro. Ti ke dalë këtu pas një cent gjatë? Jo. Se ke mendu? Jo, se kam mendu, por nuk jam dorëzu. Si e dorëzu? Po, nuk e kam mendu. Realisht nuk e kam mendu këto për masë, kam mendu me qenë i barabart me bashkëfshatarët e mi, me ndonjë shtëpi të mirë, me ndonjë vend ku fëmijët tonë do një patembesat, sepse mu fëmija veç fillu me konë pjesë e jemja, një patembesat më ardhë, po deshti Zoti dhe familja urrit, e cila ka emrin në Republika Kosovës, dhe unë du të tani këtu të bëj një investim për të gjithë fëmijët e Republikës Kosovës, jo vetëm për fëmijët dhe një patembesat e mi. Është një shembull shumë i mirë suksesi ndoshta si fëmijë që ke dalë prej kësaj dere, edhe sot je kthy domethënë pas afro 40 vjetëve, edhe miliona euro që atëherë janë kohë të pamundura dhe të pamendueshme, domethënë me ardha dhe me i investu në këtë. Në kohën kur jam dalur pikë s'kisha ditë me numërue investimi i cili do të kushton këtu. S'kisha ditë me numërue, isha ndalë dhe mirë, po thash nuk kam qenë megaloman në kërkesa, po deshti Zoti dhe urrit kapitali, edhe unë tani fillova veç të rrit edhe investimin këtu. Kosova ka kënde të lojnë në jashtëzakonisht. Po, këtë kënd nuk e ka kurkush, as në Ballkan, jo vetëm në Kosovë. Pra ky kënd i lojnav i fëmijëve do të jetë shkarkimi i energjive negative një fëmijë i cili akumulon gjatë gjithë javës. Sepse edhe fëmijët kanë obligime, strese, detyra, dhe ata do të gjenë një pjesë tu dhe do të lasdrohen pa kufi. Dhe vërtet pa kufi. Agjerasim bën e vetë. Do me thonë është kjo një slogan i këtij projekti. Pse bën e vetë? Është ma e mirë ndoshta që ke pavarësia me fillu qysh moshat e hershme të fëmija? Pse e ke mendu do me thonë këtë slogan? A ka qenë ideja jute? Ka qenë ideja jeme dhe mu më kanë vjedh këto si jemen, më kanë vjedh edhe disa të tjerë, për ata duhet të mi kanë vjedh, jo më kanë vjedh dhe kanë bërë me këto teknologjit, kanë një projekt që bën e vetë. Pra bëjnë disa vizatime, disa të tjera, pra nuk e kam pas për qëllim ata, kam pas për qëllim këta.
Duke I pa zhvillimin... Po kanë vjedhë idenë, se adhone I Po. kam po ato. Edhe, po, jam mirë njës edhe I përkra, sepse ata kanë bërë diçka ato që unë e kam dash. Bravo. Dhe nuk jam kundra atyne. Unë duke pa zhvillimet e fëmijëve dhe shoqërisë tonë, mu me ka pengu dhe po më pengon që kjo parazitmi ndaj fëmijës. Pra, jo s'din, jo s'munët, jo nuk don, jo tutna, jo nuk ban. Dhe unë kam fillu që bëjmë një ndryshim që këtu. Që fëmija din, don dhe ja del. Dhe në rast, po edhe vetë. Dhe në rast se neve e pengojmë, që ato e folem edhe pak ma herë, po që në hapat e parë, neve si prind, po I pengojmë fëmijët në zhvillu. Pra din, don edhe ja del, edhe duhet mi përkra. Pra ata kemi bërë që të bën vetë, dhe ta sheh edhe fëmija se si duhet të zhvillu, se cilat janë problemet, me cilat do të ballafaqohet që gjatë jetës, gjatë udhëtimit, sepse ne kemi para pa që t'jenë deri në moshën 17 vjeçare. Në moshën 18 vjeçare mrapa fëmija ose njeriu fillon të pamvarësohet dhe ta gjen veten rrugën e vet, por neve do të jemi vetëm si urë lidhëse e rrugtimit tina gjatë gjithë jetës. Do më thonë moshat prej 10 deri në 17 vjeç do të keni qëndrime këtu dhe do të përgatiten profesionalisht për jetën. Do t'ju paraqiten problemet ato të cilat ka me i hasë gjatë gjithë jetës. Qof prishja kerë, qof mos pasja kravat, qof mos pas ushqim, nuk do të jetë këtu një parajs, nuk do të kalojnë bashkë me parajs, do të mundohen që ta shohim se si duhet, edhe pse na fatet shkurta, ne do të jemi pak më sheshëm. Po, ama prapë nështë me u pavarësu një ide shumë e qëllume dhe shumë e mirë. Patjetër. Sidomos më boni përshtypje edhe ajo të liçeni atje, që edhe me nxon peshë edhe më gjetën tëna mënyrat. E kemi para pa që kampet jetë 2 javor. Java parë do t'jenë përgatitje dhe trajnime qofshin... Do me thonë edhe për audiencën me qaru, si një shkollë verore edhe dimrore. Edhe dimrore edhe verore. Për shkak se edhe verës, po edhe gjatë kohës dimrit mos i Po, fazat e kushteve atmosferike që janë pak më të vështira. Për ata kemi para po. E kemi pa edhe verë edhe dime, nuk e kemi para pa veç jemi verës. A gjarasim këtu që ka me u bo? Qëtu ka me u bo fusha sportive, e cila do të hynë diku një 5 metra në tokë. Dhe këtu do t'i kemi disa kreativitete artistike. Kemi në këto zona dhe në gjithë Kosovën, kemi edhe folkloristë të mirë, edhe do të... Po, në pjesën tjetër, nuk do t'jetë një fushë rëndëmt. Sigurisht jemi mësuar mi pa me ato balonat, po do t'jetë pak ma ndryshe. Në pjesën tjetër do t'jenë aktivitetet marciale, ose si quhen këto boks, po, dhe do të zhvillohen këtu, sepse fëmijët kanë nevojë të nxjerrin edhe ato energji dhe të lirohen. Edhe do të ketë fushë të futbollit, të voleybollit, edhe të basketbollit. Ka që sa mund marrë vesh, se unë nuk marrë vesh fort në sport. Do me thonë, edhe sportet edhe gjithë shka që ja liron energji negative fëmijëve ke vendosur me i sjell këto në këtë. Edhe dashurinë e fëmijëve, sepse në pjesën e kampit atje, në këtë pjesën këtu ku po shohim ato pend, atje do të jenë të gjitha kafshët shtëpijake. Okej. Mesin e ty. Po, edhe një lloj ferme dhe do të jenë edhe në disa lepër e disa kaproj që fëmijët, sepse fëmijët shprehin dashuri. Dhe ndoshta galierë më e sinqertë, shoku më i sinqertë është kafsha. Po do të jemi me kafshë shtëpijake edhe me maca dhe me pula dhe me nuk do të kemi kafshë tegra. Ti më tregove që do me thonë tuka ka qenë e gjyshit, mas andej ti e ke përvetësu edhe ke... Jo, se kom përvetësu e kom ble, se përvetësu i vje. E kom ble. Okej, do me thonë e ke ble edhe... Shuma, sa pare supozohet me hi do me thonë këtë parën? Thash edhe në takimet e ma hershme, nuk dhe ishta mund shu në shifra, por në këtë projekt. Pa përfshi projektin e tre që do të flasë vetëm në shpikat shkurta, sepse do të prekin politiket, është 9 milion euro. Për të realizu këtë projekt, do një afat, është 9 milion euro. Sepse tash po investojmë diçka që nuk ka në Balkan. Ka në Evropë, po nuk ka në Balkan. Unë edhe ka modifiku pak me tradicionalen me kohën.
Mu dekën shumë pare, po t'i the që unë kom investu halo ma shumë, kështu që... Nuk, thash, unë investimet e cilat i baj atje ku e kam burimin, nuk... është ma i madhe dhe nuk e nali. Unë këtu du ta kam shpirtin rahat, du edhe pas vdekjes time ta di sepse këtu kemi varrezat, këtu sipër në varrezat, du që nga ty të bojroje atyne që i kam investu dhe t'i dëgjoj zërat e fëmijëve, t'i shoh ata fëmijë, edhe nga qielli që ata janë po ecin përpara. Po ti e shembulli konkret që po investon në të ardhmen, për shkak se ti prej këtij projekti ndoshta nuk je gjallë edhe me i prit ato pore që kanë me tu kthy, domethënë investimi, po jetu e bë për shkak që edhe gjeneratat e re janë këtë rast. Fëmijët e tu me trashëgu edhe me... Ne kemi pas fatin të takuam disa herë dhe të bëjmë disa intervista bashkë. Ta kom thonë me sinqeritet, pa thonë me sinqeritetin më të madhin. Çdo euro të cilin e investoj në Kosovë, e investoj në të mirën në shoqërisë dhe pa e mendu dy herë se do të më kthehen ato bjete. Absolut nuk e mendoj, sepse po të mendoj edhe të hija kalkulimit nuk do të vija, do të investoj atje ku jam ka investoj dhe ku kam kthehen investimet. Mrena natës se kanë neve vlen me u fol ndoshta me të intervistu ty edhe me tregu një shembull shumë të mirë. Thash, unë gjithçka çka du me lënë trashëgimi, du m'ja lënë fëmijëve ta, nipa dhe mesat tonë. Dalëm pak te pjesa ku dishte me prek ndoshta dhe politike, për shkak se qeverisje ndoshta po them, po unë për projektin Kapital, të cilin e kam është ndërlidhur me Ministrinë e Pilltarisë dhe Zhvillimit Rural, Bujqësisë Pilltarisë dhe Zhvillimit Rural, është ndërlidhur. Tani do t'i bile përkundrazi më ka fyë dhe unë e kam paluat projekt dhe kam lënë derisa të ndrohet një qeverisje tjetër dhe të mund të bisedoj me ta. Është ndërlidhur me Ministrinë e Drejtësisë, është ndërlidhur me Ministrinë e Rendit dhe është me Ministrinë e Shëndetësisë. Me dhem shpirti, kur unë i shoh të miturit me precedent penal dhe në pamundësi për risocializim. Me dhem shpirti kur i shoh të rit me konsumimin ose narkoman dhe narkotike, le cigaren se e pi veç, zguxoj me folë që më shë dikush t'i pi cigaren, zguxoj me kritiku. Të mitën dhe, po ma keqe është të narkomanet. Neve kemi një safet blaka, një psikologi që li punon jashtëzakonisht shumë në këtë fush, po dhe a i shkreti nuk ka përkroj. Dhe unë e pruna një projekt të cilin e modifikova shumë zvicran. E modifikova dhe pruna që të marim dhe të hapim një qendër për risocializimin e të mitur me precedent penal dhe narkomanve. Dhe ofrova kontakt i parë ka qenë me Ministrinë e Bujqësisë Pilltarisë dhe Zhvillimit Rural, gjë që faleminderoj zotin Pjeci edhe pse në fushat politike si jemi bashkë të një rrymë, po faleminderoj e shprej gatishmërinë. E shprej gatishmërinë që ta jep tokën në dispozicion, tokën për 99 vjet të dispozicion. Dhe takimi jam zyrtar me Ministrinë e Drejtësisë, jo që nuk më priten, po aq shumë me ofendoj sa me qiti një takim me disa njerëz, thu që unë jem ka shkoj që më ka shkel ndonjë drejt. Dhe kur ja shpalosa, fillovëm ja pa ditë dhe me kom të bisedoj, kur ja shpalosa projektin, këshilltari për komunitet mbeti pa tekst dhe unë këtu theva. Sepse unë nuk mund të marrë në dorë atë pjesë, pa se unë këtu nuk du të hapi burg. Unë du të hapi këtu të socializoj, edhe të resocializoj dhe të përgatisim për jetat atë cilet ka gabu gjatë jetës në hapë. Sepse jemi njerëz dhe mund të gabojmë, edhe kemi gabuar, kemi me gabuar, kjo është mëse... Jo, s'ka perfekt, përveç Zotit, s'ka tjetër kush nuk e perfekt. Dhe ndala derisa vjen një qeverisje e përgjithshme, e cila vërtet më ndon për qytetarin, e cila më vërtet sepse unë nuk kërkoj me ndihmu në investim. Unë kërkoj veç me rrugën ligjore edhe infrastrukturën ligjore, sepse qaq në detaj e kom përgatitur projekt, sa unë e kom parapo edhe tarnat aty në personat të cilët janë. 30% e pagës të merret në xhep, 30% të sigurohet ndonjë jetë pak më e mirë ku di unë se gardarob, sepse ligji nganjëherë nuk i lën këta njerëz që janë bashkë edhe aq të lirë, dhe 1/3 e pagës të ruhet në ditën kur ai lirohet dhe socializohet dhe japin mendimin ekspertët e fushës, ai të ketë për një hap start, që quhet në ekonomi, të ketë një buxhet se ndoshta mos del prapë dhe ta përsërit veprën penale për në mungesë të 2-3 euro ose ku ta diun të qiras ose të diçka, të ketë një pjesë, po
kjo ndale dhe se komendoft që të jetë fabrikat, dhe të përgatiten profesionalisht për punën, qoftë në fushën e ndërtimit, sepse atë fushën njoh, kam paraqë që të jenë fabrika për prodhimin e lëndëve ndërtimore, profesionalista që të Me hapet dhe vendet punën është patjetër edhe për trinjtë që kanë gabu gjatë jetës. jemi njerëz dhe gabojmë. Dhe kjo ka qenë, po me që i pashti këto nuk, kur i zoti shtëpisë nuk është interesuar në meta, sepse nuk mund ta bëj vetë, se unë gjeta dikun 20 milion shtetet mike. Po. Duke përfshi që të nane për ata ishin e gatshëm të investojnë. Dhe një ministre e jona nuk ishte në gjendje të më prit në një pritje dinjitoze, pa i kërku as edhe 1 euro, vetëm mos të bim ndesh me ligjin, pa i kërku as 1 euro, as edhe 1 euro që me bëjnë investim. Vetëm mos bim ndesh me ligjin, sepse gjykata dhe Ministria e Drejtësisë e përgatitin a guxon me ardh edhe ose diku ku do me dalë në fazën e trajnimit, ose trajnimit ose socializimit, sepse nuk merret drejtësia në duart e individit me vullnetin e mirë. Sado që ta ketë, nuk guxon të bim ndesh me ligjin. Dhe këtu u fyva dhe nëse mund guxojmë i bën skuat balonin kur e mbush me ajër dhe në shampu atë shumë dhe e lasha kom palosat projekt. Shumë, sepse unë kom pas ëndra edhe kom prit ndoshta ka kjo qeveri që do të bën diçka. Megjithatë na doli ma tupan se tupani. Kështu s'pëdishëm. Po. Zonë shumë e kur gjo mrena. Do me thonë, po vjen keq që nështë ai ke përgatitur dhe afro 20 milion euro edhe investitor tjerë edhe të huj me realizuat projekte dhe të ka ndalu nështë edhe nuk je për krah për ministrisë. Vesh nuk do të thotë që do të kom hek dorë. Në ardhen e një qeverisje të përgjithshme. Jam këtu do të jem dhe do ta shtyj atë projekt përpara, sepse kemi përveç forcat mia vetanake, kemi edhe miq të cilët do të që e përkrojnë këtë ide dhe do të jetë një e mirë edhe për rajonin, jo vetëm për Kosovën. E unë dishta me të pyet, tash e kemi një qeveri. A është kjo qeveria aktuale? Po që ka qenë dje edhe sot është, për ata s'ko mor asnjë hap edhe nuk po flas. Ai ka qenë edhe para 4 vjet, edhe kjo ta. Çka po flet? Kë ne flet në pushtet? Kush do që vjen dhe ka punu dhe punon për këtë vend. Po prap ministre e drejtësisë atëherë ka qenë Albulena Haxhiu, tash është dikush tjetër. Edhe nështë u ndru pak, apo më mendon që është situata e njëjtë? Ja, kjo është në Roma Karriken, ha Karriken, s'kemi për gjatë bëj, sepse neve kemi një kryeministër pa përgjithshëm, ne e dim kompetencat e ministrit. Dhe me keqare po e thonë, por neve ministrit e na veç numër. Sepse zotin e shtëpisë, kryeministrin, në rast se ai nuk morën dritën e gjelbërt, në qatë kryeministrin e kena pas dje, sot inshallah jo nesër. Inshallah jo nesër, për mos punën, sepse s'kam kur gjo që nëse s'pajtohen me të politikisht, nuk do të thotë që na kemi pa, unë s'e pajtu me Ramush Haradinën asnjëherë politikisht. Po ka qenë një kryeministër i mirë, një kryeministër i ndërgjegjshëm, një kryeministër që ka punu. Do ka qenë kryeministër, po politikisht kur një jetë se kam përkrah. Ka pas rryma tjera ose ide tjera. Po ka punu atë t'ja hupi meritina, jo nuk ja hupi. A ka punu Albin Kurti? Po ta bëj pyetjen që ti rrin më shumë këtu, a ka punu Albin Kurti? Nuk muna me fol. Po, çato çka ke po, ti e kum po edhe unë, çka na ka punu? Çka u kanë, cila është e mira që ka jo për unë kam qenë kritik edhe në qeverisë të tjera. Po thash unë po sot po shkelin asfaltin e aty në qeverive këtu në Bardhaniç, unë nuk mund t'ja hupi më. A ka mujt me kon 4 traka, po qef kom pas me kon edhe 6. Autoban me kon këtu. A kom kritikoj edhe do t'i kritikoj. Unë mendoj që nuk është bo mjaft. E këto shka me kritiku, shka ka bo mi thonë që e ke bo keqa mirë. Rrugën, nëse keni kalu rrugës Klin, po Prishtinë Gjakov, atë në kanë rëzu edhe muret. Po qa qko e bo, në kanë rëzu edhe muret. Le mo që priksh asfalti, po në kanë rëzu edhe muret. Kemi rrugën Klin Pej. Për pjesë vjen të merë, kur nisa më të merrona, veçanarisht, ditëve të vikendës ose mas në kohën kur ndrohet orari punët. Të merrona, kam marrë, kam jam sy, pe kolonave dhe pe, dhe më keq këto që kur i shohin këto. Kanë qenë edhe ata tjerë, edhe ata po thëmë kanë pas gabime. Po unë përshke, jo, mos të presim absolute, se vetë Zoti është absolut, ta tjerë po i shohim të mirat edhe shkelim të të mirat, e i gëzojmë të të mirat. Më hershme po që i kanë bërë dhe ashtu është po.
Agjarasim, e kemi bo edhe një intervjist do me thonë tjetër dhe ke pos komente të mira edhe ka pos njerës që s'jam pajtu nështa. Atë ka pengu diçka, atë ka ro me i lezu nështa komentet ose mendimet e njerëzve, që atë kanë thonë njerëz pas ose intervjiste? Shif, është një proverb dhe june popullore, qenet lihin dhe karavani vazhdon. Unë jam për aty në njerëzve, që kur nuk e kthej me gjësy, unë kam pa komente që kur njeta si kom pas nuk i lidh kur gja me mu, po edhe komentet mira të cilët ma kanë motivu dhe nuk do t'i shgënjej edhe ata të cilët kanë thonë komentet mira dhe nuk do të ndalën. Atyre komenteve negative është se ka njëherë ju dekshë që po fol fjallë najër, po na jena këtu sot në Bardhaneq me tregu që ti nuk e fol veç najër, po ke ardhe dhe me i realizu ato projekte që i kemi fol edhe në intervjistën paraproke, edhe unë mendoj që njerëz si ti vlen me u promovu edhe me u përkro, për shkak se përkundër gjithave ke dhënë shembull shumë të mirë, mos mu dorëzu me besu në vete edhe nështë taktika të biznesit, që çka i bën njerëz me jetë përpara, sidomos rinin. Po të njëjtën kohë vlen domethënë edhe muzikë edhe fakti që fëmijët i hipi dopt edhe investon në të ardhmen. Ky është domethënë slogani yt i jetës dhe do të vazhdoj të jam i tillë dhe do të mundona gjithë jetën derisa të më lënë Zoti, po themi kështu me atë në kry, që do të mundona të përgatis një gjeneratë dhe të japi kontribut temin në gjeneratat e cilat vinë sepse është e ardhmja jonë. Dhe të investosh ose të përkushtohesh në fëmijë, sikur çdo non, kush e don fëmijën më shumë se non, askush. Sikur çdo non që kujdeset për fëmijën e vet, neve jemi të obliguar si shoqëri që të investojmë në fëmijën dhe të trajtojmë bashkë sikur me kanë tonë për të mirën e të ardhmen. Nëse dojmë Kosovën, se neve plot flasim, jemi plot gojën patriot, po vjedhim, rrajm, shtim, vrasim. Dhe ama bëmë kur forç me ta tavolinë thuka një herë, unë s'jam kërkush, ka ky patrioti. Po, e vërtet. Mediumi jonë është fokusu shumë edhe problemet sociale, bujqësi, blegtori edhe këto edhe unë si gazetare koncept me i tek temat sociale shumë. Në atë aspektin që me fol, çka na pengon edhe çka do të me bë me u rregullu disa problematika. Unë ty du me të pyet çka po të pengon mas shumë ti në rininë e sotme ose në jetën që po zhvillohet sot në Kosovë. Mas shumë ti që më pengon është që ngritja tezës për konflikt. Por këto në duhet ta hekim. Edhe asnjëherë mos i dëgjojmë zonat nga jashtë sepse po ngecin në vend. Se të ri tash din më shumë për teknologjinë, është njëjtë sikur bjen bora mos janë rrosh guma të dimnit, a din? Ti aty gjiron dhe s'mundesh me lëviz. Ti kilometrazha bën kerri, po ti s'ke lëviz për vendit ose e kundërta. Pra të rit duhet ta hekin ato. Të rit duhet të motivohen. Të gjithë neve, të çdo njeri e ka dikon i dal. Çdo kohë. Do të thosh pse dikush mundet, pse Ibrahim Rugova ka mujt me kon njeri men që mi urt, mos më shajt, mos më ofendu, edhe unë e kom marrë si model, nuk shaj, nuk ofendoj, lehet, nuk adin. E kështu punën tonë edhe... Po, edhe puno dhe kontribon të mirën, adin. Dikush du të mi pas model atë gjudisten, Majlinde Kelmendi, që është një ambasadore edhe një ministre edhe çka të dush ma e mirë se krejt në tjertë. Ka bo emën dhe në ka quë... Sekret politika se në krejt të tjertë, në ka ngritë zënë. Ose këntor, si Dua Lipa, Rita Ora që... Pa ajo ka hek qitë frike, po, edhe në ka përfaqësu ma mirë se sa të ishim shku në krejt me protesta atje. Pra, a din sa Dua Lipa, a din sa Majlinda Kelmendi, a din sa Fadil Vokra, sa Moriqa, sa që s'pojdi me emne më stuhin haka aty, sa asishe kem që ndoshta ne me pluhurin e kohës nuk ju japim hapësirë dhe të dalin në skenë. Edhe nështë nuk besojnë mjaftueshëm tek vetja. Besoj që ata edhe besojnë, po thash na duhet edhe përkrahja, na duhet edhe përkrahja pak. Edhe jo të na pengosh, jo gjithmonë të ma bëjsh zi. Ani hetë se ti mundesh, ti je i fort, ti je... E kemi që kjo na pengon. Ama kjo është porosia e për të rinin, mos besoni shumë në to. Në fjallë të njerë. Jo, mëse merë, beson veten, se ti mundesh. Beson veten, mësu të nda dhe mësu të kën ashtë. Asnjëherë mësu ndalë.
sepse mundesh me gabu, mundesh me rrëzu. Mundesh me u përgjigju, Po. me u mësua edhe me marrë gjitha ato dhe me Unë personalisht po flas për përvoja jetës, unë kam disa herë jam rrëzu. Nuk kam cili ka qenë ose një moment ku ti ke thonë po du me lën krejt këtë parpunës se s'po ecë. Kur? Asnjëherë. Kur? Jam rrëzu. Asnjëherë. Me besoni po e them sinqerisht, asnjëherë. I kam pas vështirësi, asnjëherë jam rrëzu. Kur në jetë s'kam pranu dikush me mallon dorën, sepse e kam ditë që do ta kam kredit dhe tani do të jam i mvarur në ta. Kur në jetë. Jam lodh, e kom hu për ritmin, po, a mu shgënjy me thonë që se, kur, sepse unë kam thonë, unë muj, unë heci, unë dua, që më sta përmeni se kam marrë disa kritika që, ama nuk ka gjë ma mirë, se sa të kesh familje në shëndosh, të kesh shokit e jetës, rrugtarët e jetës, të kesh krah me ty. A gjarasim tash ti e the shumë mirë që krejt tash biznesmena nuk mundemi më bë, krejt aktor ose artista ose gjudista nuk mundemi më bë, se cili du të me gjetë lamin e vetë edhe me ngoj direjt asaj. Biseda me ty ke shumë derë dhe knatësi si gjithmonë, faleminderit që i hapën është për neve dyert e këtij projekti gjigant Diell e Han që është duke soja ka nisë me u realizu këtu në Bardhanec. Edhe prapë këto e ke lë dëshminë tonë dhe të suksesit. Që prej këto, prej kësaj dere, je dalë si 13 vjeçar, je shku do me thonë mërgim, në Malzi, edhe je këty prapë me investu qindra, mira, miliona. Faleminderit që unë faleminderit edhe juve që për na jep një hapësirë. Jo. Se për shembull sukses për secilin suksesi është ndryshe. Po ti që shë përcakton? Faleminderit edhe juve si medium që po jep një hapësirë jo vetëm mu, po edhe plot të tjerëve, sepse edhe unë kam përcjell storet e juve dhe vërtet ja vlen për punën që e bani, dhe ndoshta nuk shpaguni për ato që e bani, por realisht po bani mjaft. Patjetër, të fusha të ndryshme, jo vetëm si mu, unë kam vetëm një thirrje. Çdo i ri dhe e ri që e dëgjon këtë intervistë dhe intervistat e mëshme dhe e gjen veten që mundet mu fërkue, që unë mund ta mbështet dhe ta përkrahi, i ka dyert e hapura, qoftë nëpërmjet Facebookit, se unë nuk e kam Facebookin fort të mshefën, e kam qoftë nëpërmjet Facebookit, qoftë nëpërmjet format ndryshme, do të jem aty një prind i tij. Ti edhe mu më thu qika jam, kështu që edhe neve, edhe kolegëve. Të gjithve. Po, jem si fëmijët e mi. Si fëmijët e mi. Dhe sa njerit përshëndet kena për Gjakove dhe si dhe mësë këtu në vendlindjen tonë, kështu që bravo që ke mbet me kom në tokë për kundër krejt sukseseve që i ke realizu gjatë jetës. Cili është suksesi ma i madh që e ke pas në jetë? Që shë dhash edhe ma herët, suksesi për se cilin është ndryshe. Suksesi ma i madh i sukses është familja, që i kam një familje të shëndosh, dhe ko gja mund e sakrificë më ka desht me investu më për pas një familje të shëndosh, kjo është ma i madhi. Te investimet, tani me që veç shumë njerëz kanë fillu edhe me mjoft edhe virtualisht, tash po mdo këtë vetja që po ndihna kes në rast se flas, po projekti ma i madhi dhe që ditën e nesërme nëse vdes, kur të realizoj Bardhanicin, edhe dalja e investimit në rini, në arsim, në shëndetësi, dalja jeme jashtë Republikës Kosovës, kudo që do jetë diçka që një produkt i Kosovës po ndërkombëtarizohet, se të cilin unë jam pjesë e saj, po ditën e nesërme nëse vdes, unë mendoj që veç i kom arrit qëllimet për të cilat Zoti më ka pronë këtë tokë. Agjer Rasim, faleminderit shumë edhe një herë. Kënaqësia ishte ime. Shumë më herët për gjithë respektin edhe fjalët e mira që i thave për neve si staf. Edhe diçka krejt fundit. Prej një njerit që ndoshta ka hek shumë gjatë jetës, po them kështu, edhe prap nuk është dorëzu. Ata të cilët më njohin, edhe ata të cilët më njohin nga afër, jam po ky Rasim kur si kom pas as 2 euro në xhep edhe sot që i kam miliona, dhe ju rekomandoj të gjithë që veç të shkelit në tokë, mos të arritin mendjen, mos kanë mendje mallësi, sepse parja shkon, vjen, neve jemi të obliguar të punojmë,
po veç le të ecin për tokë dhe të jenë njerëz të tokës, sepse nga kjo tokë dhe të t'i kthejmë kësaj toke. Edhe një pyetje e fundit në lindi, që tash që u përmenda sa dhe që ke pjesa e parës, a mendon ti që parja i ndryshon njerëzit apo veç ja jep komoditetin aty me qenë vetja? Një njeri keq është i keq si me pare si pa pare. Qysh e mendon ti këtë pjesë dhe këtë filozofi? O pak ma filozofike. Po. Unë mendoj si shoqëri jemi të dhonën mas pares. Në shumë të në raste kemi njerëz pa vlera, dhe që i ka 2 euro në gjep, thënë kjo është burri mirë, ose qike mirë, ose është njeri mirë, që ky koncept duhet ndryshu, o i mirë o i keq, se s'ka të mesëm, nuk kem ku me thonë sot i mirë nesër i keq, parën ti e fiton. Kemi plot thonje se me pare mundesh me ble kravatin po jo gjumin. Realisht nëse nisim për qytyne, parja është e domosdoshme në jetë, po jo gjithçka në jetë. Kështu mendoj unë, kështu kam menduar, a duhet me punu me pare, po duhet patjetër. Po jo parja të jetë identiteti yti. Jo parja të ndronë identitetin tonë, jo parja të ndronë moralin tonë. Këto jo. A duhet me punu, po nëse o nevoja 25 orë në ditë. Që s'ka 25 orë, po shpike që nëse është nevoja, po sepse duhet me punu. Po jo në është anë atë aspektin që me konsideru gjithçka dhe me shtyp tjetrin që s'ka. Jo. Unë ndoshta si pjesë e suksesit, edhe kja ka qenë ai koncepti që unë nuk kërkon njoft vetën kur si bos, vetë si menaxher. Dhe bashkë më thu me punëtorët e mi. Dhe në çdo takim, ose në çdo përvjetor të firmës, unë do t'isha vetëm një rasim pa punëtorët që i kam. Nuk isha art construction ose krejto bashkë. I kom trajtu në gjithë kohës ai ka punu të unë, ose ka qenë me mu, ka qenë pjesë e familjes dhe është konsideru si pjesë e familjes dhe kemi rrugtu bashkë. A Gjerasim, kur supozohet mu realizu gjithë këtë projekt? Faza parë, ju kom dhënë ultimatum për në kryzve që do t'jetë me 20 maj, faza parë, po kjo është me shumë po, t'jemera 2033 me gjithë projektin numër 3 që pres me këbarë qeveria, është projekt mega projekt, pres me ardhi qeverie përgjithshme, jo qeverie, se kemi qeveri, nuk më kemi pa to, po 2033. Kur atëherë kom premtu që unë 2033 do t'jem Parlamentin e Kosovës, do të punoj ligjërisht për këto 3 kategori dhe do të jem ekzekutues, ose zbatues, ose kontrollues, ose quajmë çka dush i këtij projektit. Deri atëherë unë do t'jem mes malit zi dhe Kosovës, njërën ka Malzi, njërën Kosovë. Të fitoj 1 euro atje dhe ta bi këtu, të fitoj një pikë djesë dhe ta vi ta investoj këtu. Na mezi po prisëm në orën 2033 edhe me vizitu këtë vend. Jo, juve si medium do t'jeni për çdo fazë do t'ju njoftoj dhe do të mi përcjell të mirat të cilat po vi, po edhe ku ka gabime do të pres kritika që më thoni plotësoj këtu a Gjerasim. A Gjerasim, shumë faleminderit edhe një herë dhe që që thashë edhe marrë të gjithmonë kënaqësi me bisedu me ty. Edhe shihemi plak. Kënaqësia ishte imja dhe miru pafshim në projekte tjera dhe në vizita tjera.